Ona i stogut kanë pas mullinje shumë, se o kanë ujtë, mullinje me ujë. Ka pasën katune, uqe, shushice, masanej vrele, radafce, po drenica ishin kënarë një stëgë më blu. Vinë një dy drenic me drith të arë një stëgë dikun 4 sahat para akshomi. Kur vinë bëllëpoj, thojnë, vallaj doj më hi dikun në konak. Edhe thrasin aty të një kull, deli zoti shpis. A dënë musafir, po mër hajdeni? Po, in që nod, e i shkon diçka në zavala i zoti shpis me punë ngusht, edhe po menon vetë me vetën mërë 4 sahat para akshomi këta marë këtu më hinë konak, e i stogu si ka 1 sahat e gjys, me ki atëherë. Edhe vallaj thot se lampa i tut, e mi qupi i këtuhit kurë për dënjet. Edhe del për jashtë shkon i thot një vlad vetë thot qërë, i kom një 2 kila gosht dhe që të një farë letre. Hajde hinë të në kull aty në nod edhe gjujnë trapazan. Thuj, qërë vlau jem, se lam të ka bon zëqiregja, son të vjen Bylyk Bashi në rëthën edhe do të më luftu e më qinru, edhe të qëj shta fishek. Tha mirë bëll, tha shqyqyr në kanë qëllu është ta 2 musafir, drenis, tha në animojnë luftojmë. Ata dhe kur i nin këto fjalë, nësën për këqyën njën i tjetrin, edhe për këqyën anejka dritarja, tha mëre, ko gjanalë për ko ka dilja, thua mojmë rrimë bëllë një stëgë, a i tjetri po mërë që shja dej në aksham, më rrimë sa dush, vish kur fërcë u qunë ka dale, a vallaj përshkojmë se ka herët bëllë, po më rrimë, shkojmë ka dale, u qunë e shkunë, ecën.